emocioneve të para të pas përfundimit të kësaj shfaqje në Shkodër që jetet për herë të parë në Shkodër? Shkodra qyteti i artit. Qyteti i kulturës, kështu që gjithmonë kush vjen në Shkodër gjithmonë ka emocione të pafund. Dhe sidomos për mua që është e parë në Shkodër, kam ëndërruar, kam dëshiruar që të vijë dhe të aktroj një herë në këtë skemë ku kanë aktruar gjigant të teatrit, aktor që për fat keq sot rralli gjejmë, kështu që emocionet janë pafund. Çfarë është kjo shfaqje me titullin shumë të veçantë Kukulla, në fakt të bart një mesazh për apo jo? Po, mesazhi është shumë aktual, për fat keq, do të thosha, por edhe për një fat mirë që autori ka kapur një tematikë e cila prek aktualitetin sot, ku njerëzit ngadalë po kthehen në një po largohen nga ajo kontakti njerëzor, nga marrëdhëniet njerëzore që ke pasur të dikushme, po kthehemi ngadalë në kukull. Dhe faktikisht kukullat e sotme është ai që i prodhon është njeriu. Pra, gjithmonë njeriu është në fundit ai që do të komandoj, edhe do të drejtoj ndjenjat, apo do të krejt marrëdhëniet njerëzore janë në radhë të parë, jo marrëdhëniet domethënë me këtë terren e të mërshme, domethënë me këtë shpejtësi që po shpërndahen edhe këto si ta them këto kukulla robot, si themi këtë zhvillimin e përshpejtuar ekonomik dhe largimin nga marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, marrëdhëniet jetësore. Po misioni i teatrit në shoqërinë e sotme, duke lidhur me realitetin shqiptar. Çfarë misioni ka teatri? Po misioni, unë do të thosha, teatri ka të njëjtin mision që ka pasur gjithmonë. Përcjellim ne tek njerëzit, përcjellim gjithmonë fragmentet e jetës njerëzore, fragmentet e realitetit. Mundohemi që gjithmonë të jemi afër realitetit, afër atyre çfarë ndodhin, zhvillimeve që ndodhin, çdo gjë që ndodh. Ky është misioni i teatrit, jetë afër jetës, afër realitetit. Dhe atëherë nëse ne do të mundohemi ta përcjellim sa më me vërtetësi këtë realitet, atëherë do të jemi edhe do shpërblemi nga publiku në kuptimin, domethënë do të marrim atë që japim, do të kuptojmë apo s'do të kuptojmë, edhe ndoshta edhe mund të bëhemi edhe pak të vlefshëm për ato gjërat pozitive që përcjell teatri në princip. Ka të ndikojë në shoqëri? Jashtëzakonisht që ka, nëse shoqëria e përcjell teatrin. Por për fat keq shoh që jo vetëm në Shqipëri, po edhe në këto vendet ku jetojmë jashtë, nuk e di, po janë larguar skenës, nuk e di ndoshta, prandaj është edhe dalim te kjo kukulla që këto rrjetet sociale dhe këto robotizimi i përgjithshëm i jetës, domethënë na ka larguar nga njëri tjetri, na ka larguar nga ato ndjenjat njerëzore, nga emocionet, nga gjërat, edhe thjesht po kthehemi edhe ne në një kukull, gjë që është e frikshme.